Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. Në vend të parë të kësaj liste është pa diskutim shenja e akrepit. Akrepi është shenja që përjeton gjithçka me thellësi ekstreme. Janë shumë pasionant, emocional dhe kërkojnë afërsi që shkon përtej normales. E duan lidhjen e fortë me kimi dhe magnetizëm. Gjithashtu funksionojnë vetëm kur ka zjarr, ndjenjë dhe intensitet. Janë të fiksuar pas afërsisë fizike dhe emocionale, sepse kjo i bën të ndihen të gjallë. Në vend të dytë luani. Luani pëlqen vëmendjen, prekjen, afërsinë dhe gjithë energjinë që vjen prej tyre. Janë të dhënë pas pasionit sepse për ta është mënyra më e mirë për të shprehur veten, besimin dhe emocionet. Ata duan adrenalin, afrimitet dhe emocion që ndez atmosferën dhe nuk e fshehin fare. Në vend të tretë shigjetari. Shigjetari i adhuron aventurat dhe emocionet e forta. Ata janë njerëz shumë fizik dhe kanë një energji që nuk shuhet shpejt. U pëlqen afërsia sepse e adhurojnë lirinë, spontanitetin dhe përjetimet që bëjnë. Kanë gjithmonë dëshirë për më shumë jetë dhe më shumë pasion. Në vend të katërt, dashi. Dashi është i pari i zodiakut dhe ka gjithmonë një energji të fortë fizike. Janë impulsiv, të zjarrt dhe afërsia për ta është mënyrë e natyrshme e shprehjes. Janë të drejtë për drejtë, të shpejtë, plot dëshirë dhe nuk e humbasin kurrë zjarrin. Për ta, pasioni është pjesë e personalitetit të tyre.